Qytetarët e Vlorës, të cilët do të duan të blejnë një shtëpi me anën e kredive në bankat, e nivelit të dytë do ta kenë tashmë tepër të vështirë. Kjo për shkak të kushteve për përfitimin e kredisë për banesë, të cilat janë vështirësuar tepër, duke bërë kredin për shtëpi thuajse një mision të pamundur për shumë individ. Banka e Shqipërisë ka marrë një vendim për të kufizuar kredin për qytetarët për blerje banesash, nga të cilët sigurisht preken me qindra qytetarë të Vlorës, të cilët janë në kërkim të një banese, e cila mund të blihet vetëm me anën e kredis, jo vetëm kufizim të kushteve, me qëllim paksimin e kredive me probleme, por do të ulet edhe vlera që do të përfitojnë të gjithë ata të cilët ja dalin për të marrë një kredi për shtëpi. Një sër dokumentesh që duhet të plotësohen dhe një sër burokracish që do të përballen çdo ditë qytetarët që duan të marrin një kredi. Vendimi është miratuar dhe ka nisur të zbatohet edhe në Vlorë, ku kushte dhe kostua financiare e dhënë janë rishikuar ndjeshëm. Bankat e nivelit të dytë në Vlorë nuk do të japin më kredi për qytetarët që duan të blejnë shtëpinë e parë më shumë se 85% e vlerës së saj, ndërsa ata të cilët kërkojnë një kredi për të blerë një shtëpi të dytë, vlera e kredisë që do të marrin, kur moneda është në lek, do të jetë 80% e vlerës, ndërsa kur kredia kërkohet në euro apo dollar, pra në valutë ndërkombëtare, për shtëpinë e parë vlera e huas do të jetë 75% dhe për të dytën 70%. Sa i takon këstit mujor, ai do të jetë deri në 35% të vlerës së të ardhurave. Vlen të theksohet se për të dyja këto kategori të kredis, më parë financoi edhe 100% e vlerës së banesës, duke bërë që pjesa e investimit të mbulohej nga kredia e bankës së nivelit të dytë, ndërsa tashmë realiteti ka ndryshuar. Për huan e marrë në lek, kësti kredis nuk duhet të jetë më shumë se 40% e vlerës së të ardhurave që ka qytetari, pra nëse të ardhurat mujore janë 100.000 lek të reja në muaj, kësti nuk duhet të jetë më i lartë se 40.000 lek. Afati maksimal për shlyerjen e kredis ka ndryshuar gjithashtu dhe ai do të jetë në 30 vjet, ose do të caktohet një afat tjetër nga banka, duke marrë në konsiderat moshën e kredimarrësit, me qëllim që kredia mos të shlyhet në moshë pensioni. Pra nëse këto vite prekin moshën e pensionit, atëherë afati do të ulet ose kredia nuk do të jepet. Më parë në bankat e nivelit të dytë në Vlorë, afati një kredie ishte edhe më i madh se 30 vite, duke bërë që këstet mujore të ishin të përballueshme. Me 30 vite afat, duke marrë në konsiderat vlerën e apartamenteve në Vlorë, kësti mujor kthehet tashmë i papërballueshëm për shumë qytetarë.